Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me vaj ulliri dhe kamomil që po habit edhe mjekët me efektin që sjell. Kamomili është një bimë e cila që në lashtësi është përdorur për të kuruar sëmundje nga më të ndryshmet. Vetit janë të shumta, duke nisur që nga problemet me lëkurën dhe deri tek pastrimi i enëve të gjakut. Një studim tashmë sugjeron se kamomili mund të parandalojë rritjen e nivelit të sheqerit në gjak. Diçka e tillë ndihmon në parandalimin dhe në lehtësimin e komplikimeve që sjell sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit janë përdorur për çajra qetësues dhe njëkohësisht për të luftuar ankthin dhe stresin. Në këtë video ne do të sjellim një recetë me 2 përbërës të cilët ju mund t'i gjeni fare lehtë. Vaj ulliri me lule kamomili. Për këtë kur ju mund të përdorni lule kamomili të thara, mund t'i blini në farmaci bimore ose të përdorni kamomil të freskët. Në qoftë se përdorni kamomil të freskët, atëherë duhet të këpusni lulet nga pjesa tjetër e bimës. Në një kavanos të madh qelçi, hedhim gjysmë litër vaj ulliri të pastër, më pas shtojmë rreth 3 deri në 4 lugë të plota gjelle me lule kamomili. Me ndihmën e një luge për zjerjen, ne do ta trazojmë në mënyrë që lulet të jenë të zhytura plotësisht në vaj. Më pas e mbyllim kavanosin me kapak dhe e vendosim në një vend me dritë. Përbërjen do ta lini kështu për 2 javë. Në këtë mënyrë, lulet e kamomilit do të kenë lëshuar të gjitha enzimat e tyre tek vaji i ullirit. Si të ruani të gjitha enzimat të pranishme tek vaji i ullirit? Pasi të kenë kaluar 2 javë, ne do të kullojmë lulet e kamomilit dhe do të hedhim vajin në një enë tjetër të qelçit. Këtë përbërje ruajini në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet që të konsumohet një lugë gjelle estëll dhe të vazhdohet kështu derisa të ketë mbaruar plotësisht përbërja. Ndërkohë, keni parasysh se kamomili ka veti të jashtëzakonshme edhe në rast se ai konsumohet si çaj. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh për të trajtuar problemet me pagjumsinë, por hulumtimet të gjithashtu tregojnë se kjo bimë mund t'ju bëjë të ndiheni të relaksuar dhe gati për të fjetur, sidomos në qoftë se ju e konsumoni atë pas së darkës. Kjo bimë është vërtet e dobishme pasi ofron një sër përfitimesh shëndetësore. Por nuk është vetëm kjo, kamomili ka veti të cilat në fakt ndihmojnë edhe në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, mbështesin shëndetin e kockave dhe njëkohësisht lehtësojnë dhimbjet. Këto janë arsyet pse duhet të përfshini kamomilin në rutinën tuaj. Ndihmon me pagjumsinë. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh për të trajtuar pagjumsinë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid, dhe flavonoidët janë të pasura me antioksidantë dhe njëkohësisht e ndihmojnë trupin tuaj që të luftojë të gjitha toksinat. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidët në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen. Gjithashtu, kamomili mund të ndihmojë edhe në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë të cilat janë të prirura ndaj osteoporozës në menopauzë dhe reduktimit të estrogjenit. Lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë në dhimbje menstruale gjatë gjithë jetës së tyre, dhe për këtë arsye ju duhet të keni parasysh se çaji i kamomilit mund të jetë një qetësues mjaft i dobishëm për të zgjidhur këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë dhimbjen.
Megjithatë, kamomili është i mirë sepse, si nenexhiku dhe njëkohësisht bimët e tjera, ka efektet që të lehtësojnë gërçet. Struktura kimike e kamomilit përmban njëkohësisht aminoacide që relaksojnë lehtësimin tuaj nga këto dhimbje. Ndihmon me ankthin. Sipas ekspertëve, kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit, duke relaksuar muskujt dhe ndërkohë duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje të relaksit. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit, si për shembull pagjumësia dhe njëkohësisht nervozizmi. Zakonisht kamomili konsumohet në formën e çajit për të qetësuar trupin, mendjen apo inflamacionin. Kamomili është bima shekullore e qetësimit të mendjes dhe aromës së mirë. Lulet e bukura të kamomilit, përveç aromës së tyre të mrekullueshme, njihen edhe për vlerat e mira që ato kanë në organizëm. Sipas ekspertëve, zakonisht konsumohet në formën e çajit, por ndryshe nga përdorimi i zakonshëm, sot ne do t'ju tregojmë të përdorni këtë çaj të mrekullueshëm edhe për flokët. Gjithashtu, të njëjtën ndjesi të mirë që ju jep kur e konsumoni do t'ja dhuroj edhe flokëve tuaj. Këtu ju do të gjeni të shpjeguar hap pas hapi mënyrën e saktë të përgatitjes së maskës me kamomilë dhe kos. Kamomilë dhe kos. Për të përgatitur këtë maskë, juve duhet të merrni rreth 6 bustina çaj kamomili dhe 125 ml kos. Ndërkohë, vëreni të zgjenë një tenxhere të mbushur me 1 apo 2 gota ujë. Hidheni bustinat e çajit në të dhe lëreni të zgjenë për të paktën 10 minuta. Pasi çaji të ketë lëshuar të gjithë ekstraktin e tij, hiqeni atë nga zjarri dhe lëreni që të ftohet plotësisht. Hidheni më pas në një enë tjetër të pastër duke hequr edhe bustinat e çajit. Në fund, shtoni sasinë e kosit dhe përziheni mirë që të dy përbërësit. Si ta përdorni? Lajini dhe pastrojeni si zakonisht flokët. Më pas, lëreni të thahen dhe mund të aplikoni maskën nga rënja deri tek majat e flokëve. Mundohuni të fokusoheni tek zona më e thatë e tyre apo tek skalpi, duke e lyer të gjithë sipërfaqen e kokës sa më mirë. Më pas, është e rëndësishme që ju ta mbuloni kokën tuaj me një qese plastike për plot 15 deri në 20 minuta. Në këtë mënyrë, ju do të evitoni që të bëni pis veten dhe të tjerët përreth jush. Në fund të këtij procesi, shpëlajini flokët njëkohësisht me ujë të vakët dhe me pak shampo për të larguar maskën nga rrënjët. Kur të mos keni më shkum në kokë, kthejeni ujin nga i ftohti dhe shpëlajini edhe një herë të fundit me ujë të ftohtë. Gjithashtu, sipas informacioneve, ju duhet të dini se kjo maskë do ju ndihmoj të hidratoni flokët tuaj, të largoni zbokthin, të hiqni qafe maja të dyshe dhe me shpejtësi. Mundohuni që ta përdorni këtë maskë të paktën një herë në javë ose një herë në 2 javë sipas dëshirës tuaj. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.